Përshëndetje të dashur miq. Pas shumë kërkesave të juaja, si ta përgatitni reçelin pa lënë gëlqire, dhe unë vendosa që sot të ndaj sekretin me ju. Përshëndetje të dashur miq. Jemi në sezonën e verës dhe tani është koha kur edhe janë pjekur kumbullat. Unë disa herë me radhë kam treguar se si të përgatitni reçelin e kumbullave, por pasi shumica e juve që jetoni në diasporë dhe nuk po mund të gjeni gëlqire, atëherë unë vendosa që ta sjell këtë recetë special për të gjithë juve që nuk mund gjeni gëlqire. Pa humbur kohë, vazhdojmë tani me përgatitjen e kësaj recete. Masat që po i bëj unë, ju gjithmonë mund të dyfishoni sipas nevojave të juaja. Në total po përdorim 2 kg kumbulla të zeza, të cilat i kam larë një herë mirë me ujë. Të parën që duhet të bëjmë është që kumbullat t'i ndajmë në mes dhe të largojmë për thomën. Pra vazhdojmë një herë kështu, i ndajmë kumbullat të gjitha në mes dhe largojmë për thomën nga të gjitha 2 kg kumbulla. Tani marrim një tepsi. Është mirë që tepsin që do ta përdorni të jetë pak më e thellë. Unë po përdor tepsi kështu të qilçit dhe vazhdojmë kumbullat t'i rendisin kështu me krah pak njëra mbi tjetrën. Vazhdojmë kështu derisa të përfundojmë me renditjen e të gjitha kumbullave në tepsi. Dhe kështu duken 2 kg kumbulla, pasi kemi pastruar, i kemi larë mirë dhe kemi renditur në tepsi. Tani, sipër kumbullave, vazhdojmë që ta shtojmë sheqerin. Për 2 kg kumbulla do të shtojmë 900 g sheqer, pra një paketim të tërë. Vazhdojmë kështu i mbulojmë sipër kumbullat. Më pak se kaq, nuk besoj se do t'ju bëhet reçel, por do t'ju bëhet komposto. Pra reçeli kërkon sheqer. Shtojmë për sheqerin. Dhe sekreti se si ta bëni pa lëngen e gëlqires është limon tusi ose të acidi i limonit. Një paketim nga këto do të vazhdojmë që ta shtojmë të reçeli, por do ta tretim me pak ujë. Në një pjatë kam shtuar vetëm 100 ml ujë, pra matjen e kam bërë me gota të çajit, dhe këtu vazhdojmë që ta shtojmë paketimin e limon tusit. Përzijem mirë që të tretet limon tusit e ujit. Dhe tani e shtojmë në tepsi ujin bashk me limon tusin. Një copë letër për pjekje e lagim mirë me ujë dhe vendosim sipër tepsisë me kumbulla. Dhe tani vazhdojmë me zjerrjen e këtij reçeli në furrë. Pra fura duhet jetë para ngrohur mirë një herë në 250 gradë, pasi që të ngrohet mirë, e ndaloni zjarrin në 200 gradë dhe vazhdoni që t'i pjekni kumbullat brenda një herë për 40 minuta. Dhe pas 40 minutave në furrë, reçeli është gati, është fali nxehtë dhe po i vreni kokrat e kumbullave janë të padëmtuara. Lëngu i reçelit një herë duke t'i hollë, pasi është shumë i nxehtë, por ki duke u ftofur do të trashet. Lejojmë që kavanozat që ndrojnë me kokën poshtë, dikon për 20 deri në 30 minuta, që të sigurohemi që të na mbyllen me vakum dhe kështu të na qëndrojnë për një vit pa u dëmtuar fare reçeli. Shpresoj që do të provoni dhe ta gatuani edhe ju reçelin në këtë mënyrë. Deri në video recetën e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.